E përditshmja italiane Il Fatto Quotidiano i ka kushtuar një faqe të plot mafias shqiptare, duke e përshkruar atë si aktorin e ri dominues në narkotrafikun ndërkombëtar të kokainës, duke u mbështetur në dokumente hetimore të Guardia di Finanza dhe Prokurorisë Milanos, konkretisht dosjen e operacionit Skyfall. Gazeta flet për një ndryshim rrënjësor tek ekuilibrave kriminal, kur rrjetet shqiptare jo vetëm kanë hyrë në nivelet më të lartë të trafikut, por kanë tejkaluar edhe mafjet tradicionale italiane, përfshirë Ndrangetën. Sipas artikullit, krimi i organizuar shqiptar nuk funksionon më si grup periferik apo nën-kontraktor, por si një rrjet autonom, global dhe i sofistikuar, i aftë të menaxhojë drejt për drejt furnizimet nga Amerika e Jugut, shpërndarjen në Europë dhe pastrimin e parave në shkallë ndërkombëtare. Figura simbole e këtij transformimi është El Tiburon, peshkaqeni, një lider që operon nga Dubai, flet 5 gjuhë dhe drejton trafikun global të kokainës përmes teknologjive të kriptuara dhe sistemeve financiare të padukshme. Rrjeti shtret nga portet e Anversës, Amsterdamit dhe Spanjës deri në Itali, Britani, Ballkan dhe Lindjen e Mesme. Një nga nyjet kyçe për pastrimin e parave sipas hetimeve është restoranti L'Anima di Damasco në Madrid, nga ku një shtetas sirian i njohur si El Rubio menaxhon një nga bankat më të mëdha klandestine të Europës, me qarkullim mbi 30 milionë euro në vit. Në këtë strukturë, roli i shqiptarëve është vendimtar. LDH, i njohur si Mekaniku, konsiderohet krau operativ i organizatës në Europë, përgjegjës për hyrjen e kokainës nga Amerika Latine dhe shpërndarjen e saj përmes porteve dhe korridoreve toksore. Ai vepron në kontakt të drejt për drejt me kartelet kolumbiane, përfshirë rrjetin e drejtuar nga Otoniel, ish kreu i klanit të Gjirit. Hetimet zbulojnë gjithashtu se rrjeti shqiptar ka ndërtuar një sistem të sofistikuar pastrimi parash, ku përfshihen kambist kinez, sistemi hawala dhe së fundmi investime në vepra arti. Një figurë kyçe është El Color, një shqiptar që vepron nga Shqipëria dhe investon miliona euro të drogës në piktura me vlerë të lartë, duke i kthyer fitimet kriminale në kapital të ligshëm dhe të lëvizshëm globalisht, shkruan Syri. Në Itali, rrjeti kontrollon tregjet kryesore të Romës dhe Milanos, ndërsa lidhjet shtrihen edhe në Belgjik, Britani, Amerikën Latine dhe Ballkan. Vetë eksponentë të Ndrangetës pranojnë humbjen e terrenit, duke deklaruar hapur se shqiptarët po na kalojnë. Në thelb, Il Fatto Quotidiano përshkruan një transformim të krimit të organizuar. Pushteti nuk fitohet më vetëm me territor dhe dhunë, por me rrjete globale, kontroll financiar dhe inovacion strategjik. Mafia shqiptare, sipas këtij portreti, përfaqëson modelin e ri të krimit të shekullit të 21, më fleksibël, më global dhe shumë e vështirë për të goditur nga shtetet me mjete tradicionale.